Prej më shumë se një javë, Kosova dhe mbar opinioni publik është rënditur nga vdekja tragjike e Daorsa Spahis. Heshtja u thye në rrjetin social TikTok. Ishte miku i saj, Arbëz Zhubi, ai i cili përmes një sër videosh pretendoi për detajet rënditëse nga raporti që rezultoi fatal për 24 vjeçaren. Ka qenë studente perfekte, ka qenë person i dashur, ka qenë person që u rrit në dashni, u rrit në luks, në mirëqenie të familjes, deri kur ajo ndroi jetë vetëm fal një personit vetëm. Zhubi pretendoi se Daorsa vetëm pastaj kishte mësuar të vërtetën e hidhur. Partneri i saj kishte një jetë të dyfisht, i martuar dhe me 3 fëmijë. Edhe pse i pat 3 fëmijë e një gru, mu përfshin jetën e Daorsës, mos mi informu që ka grua e fëmijë, mu njoftu me familjen e Daorsës, mi lajmëru familjen e vet që e dëm Daorsën, edhe pse ka gru, edhe më shefen këtë fakt për Daorsës, deri në momentin kur u zbulua vërteta, edhe në ato momente ai shfaqi fytyrën e vërtetë. Daorsa pat jetën përpara. Daorsa me datën 13 nëntor ka pas me diplomu dhe sot nuk diplomon vetëm për shkak se një kriminal që ka gënjur vazhdimisht, që nuk i ka tregu që ka të dashur, që ka familje, ka partnere, ka fëmijë, ju ka përfshin jetën e vet, edhe kur u marrë vesh e vërteta, ai ka kërcnu, e ka shantazhu, ja ka rëmby dokumentacionin, edhe e ka kërcnu gjithmonë që ti nuk e ki zgjidhje me shku te familja jote, nuk e ki zgjidhje me fol me njerëz tjerë, nuk ki zgjidhje me ik asë stacionin e policisë, për shkak se nuk ka rëndësi se ti ku shkon, qofse ti mu nuk më përgjigjesh, unë të garantoj ty që ki më ndru jetë. Edhe kjo ka vazhdu me vitet tona. Por pretendimet nuk u ndalen me kaq. Kjo ngjarje mori një kaje krejtësisht e re sot. I ftuar në misionin Shqipëria Live, Arbëz Zhubi shkoi një hap më tej. Ai nuk u ndal vetëm tek mashtrimi, por hodhi akuza direkte për vrasje dhe një tentativë të koordinuar për të zhdukur gjurmët. Pretendimet e tij ishin të rënditse. Daorsa është hedhur nga se diu nga apartamenti i saj. Pasi ka hedhur, ai ka zbritur poshtë dhe pasi ka konfirmuar që ka vdekur, ka shkuar tek lokali ngjitur dhe ka fshirë kamerat e sigurisë. Akuzat të tilla të rënda përfshi zhdukjen e telefonit të Daorsës, kërkojnë një hetim të menjëhershëm nga autoritetet, por për të anës kriminale. Kjo ngjarje ka hapur një debat të thellë social mbi marrëdhëniet abuzive dhe pasojat shkatruese në shëndetin mendor. Pikërisht për këtë aspekt të rëndësishëm ne kontaktuam psikologun Ron Kastrati. Sa rëndësishme është të flasim hapur për sfidat e shëndetit mendor dhe si t'i vërejmë shenjat e para kur dikush pranë nesh është në vështirësi? Po sigurisht frika e paragjykimit publik, stigmatizimi apo etiketimi, emërtimet e ndryshme, ideja se nëse vizitohesh te psikologu apo te ndonjë profesionist i shëndetit mendor, mund kesh probleme të thella mendore, konsiderohesh anormal ose mund të perceptohesh si i tillë. Këto janë kryesisht të pavërteta, sepse jeta është relative. Edhe kur them që jeta është relative, ne sfidohemi ditë për ditë me probleme emocionale, stresante, ngarkesa të mbivendosura, të pikërisht të natyrës stresante, anksioze, por sigurisht edhe luhatje të shpeshta të humorit, luhatje këto të cilat ndikojnë në kualitetin apo cilësinë e jetës, në funksionalitetin e përditshmërisë tonë. Dhe si të tillë, ne mund të përfitojmë shërbime psikologjike, psikosociale, mbështetëse, konsultime, rrëfime mbi ngjarjet e përditshme të jetës, jo vetëm ato të tashme, edhe nga e kaluara, pritjet që i kemi për të ardhmen, probleme dhe konfliktet të cilat na sfidojnë, raporti me të tjerët, pastaj komunikimi me veten ose introspeksioni, nga vetë analiza jonë, çfarë dyshojmë, në cilat dilema jemi, shumë pikpyetje, shumë dyshime këto që kur ndahen me psikologun rikonstruktohen, përpunohen dhe rezultojnë me përfundime të shëndetshme të cilat ndihmojnë personin të reflektojë. Miku i Daorsës përmendi se ai kishte dashur të ndajë, por partneri nuk e kishte pranuar. Kjo shpesh përshkruan një lidhje toksike. Cilat janë flamuj të kuq që tregojnë se një marrëdhënie është bërë rrezikshme? Lidhje toksike apo lidhje të ashtu quajtura toksike, të cilat përballen
me konflikte ose me ushtrim kontrolli, dominim, agresivitet, ushtrim dhune, pastaj dyshime dhe xhelozira posesive ose patologjike, këto e bëjnë lidhjen jo vetëm toksike, por edhe të plagosur, të dëmtuar në të gjitha perspektivat. Dhe në vend se dashurin ta shndroj në dritë, duke besuar që po e ushqej pasionin, e kaloj në varësi emocionale. Dhe kur dashuria kalon në varësi emocionale, mbi frikën, dyshimin, dominimin, ushtrimin e kontrollin mbi partnerin apo partnerin, kjo dashurin e thellon në kriza të cilat pastaj prodhojnë pasoja psikologjike, sociale, e ligjore, emocionale. Unë e them gjithmonë, lidhje toksike shisin në shumë probleme tjera kur ajo lidhje ka edhe karakter familjar. Pra, kanë fëmijë, hamensojnë duke krijuar ideacione paranojake se partneri do duhet të jetë i kufizuar ose nën kontrollin tim, me mesazhe, me komunikime private, me followersa, me like, sepse të ndodh që në çiftet prodhohen problemet edhe kur një like i është bërë ndonjë personi të caktuar ose një personi të dyshim, vajzë apo djalë, në raportin e një dashurie apo një lidhje bashkëtorë, dhe kjo prodhon konflikt. Pastaj, ushtrimi i kontrollit, idetë që lehtësisht mund të themi idetë deluzive mbi ato hamensime se partnerja mund të më trahtojë ose do duhet të jetë në kontrollin tim, se po që se e lë në liri, atëherë unë do të mund të apësoj tradhtin, manipulimin dhe shumë probleme tjera. Shikoni, ka dhe partnere që në një lidhje dashurie promovojnë ndjenjën e madhështisë ose e ndjejnë nevojën të admirohen si rezultat i mungesës së empatisë. Pra ka një empati falso, nuk ka një empati reale, nga mungesa e dashurisë që mund ta kem përjetuar në fëmijëri. Dhe kjo ndjeshmëri e tepruar edhe e kritikës tek këta partner, edhe nevojës për t'u admiruar, mund t'i bëj këta të humbasin orientimin i dashurisë mërfillt. Dhe çfarë ndodh pastaj? Kjo ndjenjë e madhështisë që ne e quajmë grandiozitet ose tendencë narcisistike grandioze, që shpesh shoqërohet me agresivitet, dominim e kontroll, ose tendencë narcisistike vulnerabel e fshet, që më shumë e përjeton personi kur kalon në fazë depresive, pastaj kur nuk përfiton ato që i ushqen në mendjen e tij për ndjenjen e madhështisë apo grandiozitetit, e pikërisht ata persona e manifestojnë sjelljen shpeshherë agresive. E sot kemi njerëz që këtë tendencë narcisistike në kohën moderne e ushqen përmes like-eve ose komenteve, ose mund ta ushqen edhe përmes vetë imazhit virtual, mund ta ushqen edhe përmes shumë problemeve tjera të natyrës narcisistike, veçanërisht kur kërkohet të admirohet ose të miratohet çdo gjë që thot personi në lidhje me një situatë të caktuar. E një narcist në një lidhje nuk premton lidhjen e shëndetshme, por nuk do të thotë që nuk mund të përpunohet apo përmirësohet, rikuperohet lidhja. Vetë se duhet të aplikohen apo zhvillohen terapitë në çifte. Kjo është shumë domethënëse dhe e nevojshme, sepse ka terapi në çifte, zhvillohen praktika dhe aplikime për rikonstruktimin apo përpunimin atyre traumave të hershme të refuzimit, mungesës së dashurisë prindërore ose mbi vlerësimit artificial të fëmijës. Mashtrimi, jeta e dyfish dhe manipulimi janë sjellje që shpesh lidhen me tipare të theksuara narcisistike. Si mund t'i identifikojmë individët me këto tipare? Klinikisht një narcisist do duhej t'i ketë mbi 6 apo 7 simptoma kryesore kronike, pra një model i qëndrueshëm kronik i simptomave, simptoma këto që mund ta kategorizojnë personin me një çrregullim narcisistik të personalitetit. Por ka ato që kanë tendenca narcisistike ose kanë një rol narcisistik në një lidhje dashurie, se këtu ndryshon ndërveprimi dhe zhvillimi i tendencave narcisistike. Pra,
kemi partner kontrollues që mund të jenë edhe narcistik, mund të jenë histrionik, por mund të jenë edhe antisocial. Pra, narcistik, histrionik dhe antisocial, që kërkon pra dominim dhe vëmendje. Mund të kemi pastaj partner të varur emocionalisht, që mund të jenë empatik, por mund të ndihen edhe të refuzuar dhe të pasigurt në lidhje, që sakrifikon vetën për ta ruajtur lidhjen. Njëkohësisht, dua ta theksoj edhe një gjë shumë të rëndësishme, ka edhe mekanizma të cilat manifestohen në një lidhje toksike. Supozojmë, keni dëgjuar për fenomenin gaslighting, pra ka raste kur partneri ose partnerja kërkon ta shtrëmbrojë realitetin për ta bërë tjetrin të dyshoj në perceptimin e vet. Pra, unë supozoj po flas me ju dhe tentoj në një formë ose tjetër të shtrëmbroj realitetin në mënyrë që ti ta ndryshosh perceptimin duke e krijuar një realitet alternativ që nuk ka fare kuptim, por ndikon në ndryshimin e perceptimit të. Pastaj ka partner të tillë që janë bombardues në shprehjen e dashurisë ose shprehin një dashuri intenzive për të krijuar varësi. Pra e bëjnë këtë me këtë qëllim. Ose mund të shisin në varësi dhe nuk janë në dijeni për këtë. Ka dashuri që është e heshtur, pra e ndëshkon veten për të ruajtur në fakt kontrollin e lidhjes ose viktimizohet në shumë raste vetëm e vetëm lidhja të jetë e qëndrueshme ose ashtu siç është e handikepuar, por të jetë një lidhje. E të gjitha këto fenomene dhe dukuri prodhojnë pasoja psikologjike që njërin partner ose tjetrin mund ta ndëmtojnë në sferën emocionale dhe psikologjike, ku pastaj rastet mund shisin me tendenca suicide apo ide vetë vrasëse, ose për të dëmtuar veten, për të eliminuar veten, për ta shmangur një realitet të idhur, të një lidhje toksike dhe krijojnë idenë se nëse vrasin veten ose zhdukin veten, eliminojnë veten, terma këto që janë klinikisht në sferën e çrregullimeve veçanërisht emocionale, afektive, mendore, depresive, e bëjnë personin të dëmtojë veten. Dhe kur personi dëmton veten, rezultati mund të jetë lidhja toksike ose e kontrolluar, ose mund të jetë e shantazhuar, e të gjitha këto vinë si rezultati këtyre mekanizmave të cilat sapo i theksova. Ndërsa familjarët dhe miqtë kërkojnë drejtësi, historia e divorcës mbetet një kujtesë e dhimbshme e plagëve të heshtura të shoqërisë sonë dhe nevojës urgjente për të mbrojtur ata që janë më të cënuar.